parë që është kryeministri. Prej Albinit deri te kolegja asnjë opozita se pranon. Se s'ka logjik me pranu, pse ai qenë ka më mirë se Kurti. Logjika nuk është. Problemi është thjesht nuk ka vullnet. Partia apo të ngjajshme. Pa tha më vet ai, kështu. Po edhe presidentët e tjerë? Dakor, ama pse tha? Ai në momentin që do të ketë president kuptohet që duhet të tërhiqet edhe nga vetë partia. Por Glau Konjufsa është një figurë unifikuese. Po si pasjush për vëvën është unifikuese. Kurti e tha që opozita do më shumë se mua. Po ajo tallje, sepse ai po ta donte do ta votonte opozita. Na, si mund themi, ai qenë ka i pranueshëm, po opozita se voton. Kur e ka votu. Pra, ato janë vetëm driblime sa për të arritur për gjetur një fajtor kujdestar. Edhe vetë kur po e thoni se 20 minuta shumë, po. 20 sekunda fal. Ajo çfarë po mendoj unë që sot kryeministri Kurti krejt qeverinë më dhon, edhe kryetari në kuvendit opozita nuk ka më pranuar përveç postit presidentit. Pse? Se po mendon që nëpërmjet postit presidentit me kontrollu qeverinë edhe kuvendin, sepse ka mundësi. Qeveria s'mundet me kontrollu as kuvendin, presidenti dekreton, opozita i dhim sepse nuk do, sepse dekreton gjyqtarët e kushtetuesës. Janë 30 kompetenca që i ushtron presidenti i vendit. Po jo mbi qeverinë. Po mbi qeverinë. Po çka ka mbi qeverinë? Hajde ma thuaj një. Nuk mundesh me zgjedh drejtorin e policisë. Nuk mundesh me zgjedh drejtorin e artisë. Po veç ato që janë qeveri ato. Ato janë thash qeverisë edhe të kuvendit, të dy aty përmenda, nuk e thash njënën. Nëse më ke dëgjuar se qeveria ligjet që i ratifikon, nëse nuk i nënshkruan presidenti 2 herë 3 herë, kalon kryetari i kuvendit i nënshkruan. Po si gjithsesi. Prandaj komandanti FSG-s, kryeprokurori i shtetit, në 5 vjet kemi pas kryeprokuror për çet punë. Janë gjithë kryeprokurorët e gjyqtarët, ambasadorët, konsullt. Prandaj duhet me kuptu që në rast se jepet posti i presidentit, Partisë Demokratike ose Lidhjes Demokratike është një farë check and balance që e ruan në një farë forme pozicionin e kryeministrit prej gabimeve, ose nuk jam miratan të gjitha ato që kryeministri ose kuvendi çon në president. Pikërisht, Rexhepi Lutfi Aziri dje tha që